Organizata e Kombeve të Bashkuara po përballet me një krizë financiare alarmante, e cila sipas sekretarit të përgjithshëm Antonio Gutierrez, shkaku kryesor lidhet me mosshlyerjen e kontributeve nga disa shtete anëtare, si dhe me rregullat buxhetore që detyrojnë OKB-n të kthejë fondet e pashpenzuara, duke e lënë organizatën pa fleksibilitet financiar. Në një letër drejtuar ambasadorëve më 28 janar, Gutierrez paralajmëron se kriza e likuiditetit po thellohet me shpejtësi duke rrezikuar zbatimin e programeve kyçe, si dhe funksionimin normal të institucionit, por situata bëhet edhe më delikate për shkak të reduktimit të fondeve vullnetare nga Shtetet e Bashkuara, kontribuesi më i madh financiar i OKB-s, të cilat nuk kanë kryer pagesat e detyrueshme për buxhetin bazë dhe misionet paqëruajtëse. SBA mbulon rreth 22% të buxhetit bazë të OKB-s, ndërsa Kina kontribuon me 20%. Deri në fund të vitit 2025, detyrimet e papaguara arritën një rekord prej 1.57 miliard dollarësh. Presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar hapur OKB-n, duke e cilësuar si një organizatë që nuk shfrytëzon potencialin e saj, duke promovuar iniciativa alternativë që sipas kritikëve mund të dobësojnë strukturat multilaterale ekzistuese. Gutierrez ka qenë i prerë, ose shtetet anëtare përmbushin detyrimet e tyre financiarisht, ose rregullat financiare të organizatës duhet të ndryshojnë rrënjësisht për të shmangur falimentimin. Ai paralajmëron se pa ndërhyrje të menjëhershme OKB mund të mbetet pa fonde që nga muaji korrik i këtij viti. Krizat financiare të OKB-s nxjerrin sërish në pas sfidat e organizatave ndërkombëtare që varen nga kontributet e anëtarëve, si dhe rëndësinë e solidaritetit global për funksionimin e programeve që prekin miliona njerëz në mbar botën.